ato martuan, pastaj doli viza motrës, shkuan në Kanada. Një marrëdhënie perfekte si dy motrët. Gjithmonë kemi pasur me telefonin e Namirë se motra nuk ishte telefon. Edhe babit I ka bëj thënë që nuk do flasim për ca kohë, mos u bëj merak. Mos ish smur edhe nuk donte që ne ta dinim që ish smur. Ma unë që të jetë mirë edhe nuk flet me ne, unë nuk e pranoj dot. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali, do të lidhemi me dy zonja, të cilat janë në kërkim të personave të humbur të familjes së tyre, sepse sot ne do të jemi në kërkim të çiftit Gjoni, Mereme Gjoni dhe Namir Gjoni, të cilët kanë humbur kontaktet me familjen e tyre që prej 18 prillit të vitit 2015 nga Toronto e Kanadas. Kanë kaluar 9 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tyre. Unë do hap dritaren për motrën e Mereme Gjonit, kësaj 43 vjeçare nga Kavaja, që nuk dihet e theksoi që përpara 9 viteve çfarë ka ndodhur me fatin e saj së bashku me bashkëshortin në Kanada. Është Shpresa Kuqi, e cila nga Italia do t'rregojë momentin e fundit që ka pasur me të motrën dhe punatin e saj, por sot në live unë do të kem edhe motrën e Namirit, Vjollca Beka, e cila dhe ajo jeton në Itali dhe ajo do na japi të tjera detaje për humbjen e vllajt dhe nusës së vllajt. Ftoj fillimisht zonjë Shpresa Kuqi dhe menjëherë përshëndes. E dashur Shpresa, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Jemi të dyja së bashku sepse fatkeqësisht ti ke një motër të humbur. Po. Bëhet fjalë për Mereme Gjonin, e cila ka humbur çdo lloj kontakti me ju në 18 prill të vitit 2015. Po. 9 vite që nuk dini asgjë për fatin e saj. Po. Nuk kemi asnjë lajm. E dashur Shpresa, nuk ka humbur vetëm Meremja, por ka humbur dhe bashorti i saj. Pra bëhet fjalë për Namir ose Nazmi Gjonin. Të lutem, unë dua të pyes, si ka qenë kontakti I fundit me motrën? Ne kemi pas gjithmonë një marrëdhënie shumë të afërt. Edhe herën e fundit që folëm shumë mirë. Me mua një marrëdhënie perfekte si dy motra, kemi pasur gjithmonë shumë mirë. Mua nuk më ka thënë që nuk do flasim më. Po? Si që ka thënë Vjolli, ka thënë babi. Unë atë kohë kam qenë në Itali, se kam qenë e martuar. Po. Edhe fliskim, mami me babin ishin në Shqipëri, edhe babit I ka bëj thënë që nuk do flasim për ca kohë, mos u bëj merak. Pra, në telefonatën e fundit ajo shpjegimi. Le ta themi që në telefonatën e fundit Meremja ka dhënë një sinjal në familje që nuk do flasin më. Babit. Por arsyen e ka treguar? Jo. Por ty vetë në telefonatën e fundit çfarë të tha? Ne flisim si gjithmonë, unë atë kohë kam pas edhe gocën të vogël, fëmijën e parë. Flistim, më tregoja vajzën. Kishin ca probleme ekonomike me aq se më tregonte shumë pak motra për jetën që kishte në Kanada. Se ishte gjithmonë në shtëpi, burri shkonte në punë. Motra ka qenë në shtëpi, pa bënte një kurs për gjuhën. Po. Se ju duhesh atë kohë për letrat, sa pa të shku. Po. Bënte kurse, edhe ishte në shtëpi, kështu që nuk më tregon, nuk është se kishte shumë gjëra për të më treguar. Ti vetë Di që në atë kohë ndruan në shtëpi. Po, nuk jetoshin me ajo shtëpia që ishin, ma ndruan, shkuan në një shtëpi tjetër. Por punë, po të ajo punë shkonte burri, punonte në një supermarket. E dashur Shpresa, unë dua të pyes sot për historinë e motrës tuaj, Mereme Gjoni dhe Nazmi Gjoni, burrë gruaj që fatkeqësisht të dy kanë humbur kontaktet, lidhjet me Shqipërinë, me familjen e tyre, që prej datës 18 prill të vitit 2015 nga Toronto e Kanadas, mos gaboj? Jo, ato martuan, shkuan, pastaj doli viza motrës, shkuan në Kanada, kemi folur edhe... Jo, çfarë vendi në Kanada kanë jetuar? Në Toronto. Po pra, nga Toronto e Kanadas. Ata u martuan dhe nisim këtu bashkë. Çfarë viti janë martuar të dy së bashku? Në sa vjeç ka qenë motra juaj kur u largua nga Shqipëria drejt Kanadas? Në 2014 janë martuar. Në momentin Shpresa që ajo u nis drejt Torontos, drejt Kanadas, bashorti I saj ka jetuar në Kanada? Më përpara? Po. Atëherë, Namiri ishte në Kanada.
jetonte, punonte, ishte me rregulla, se për ndryshe nuk ishte si t'i bënte dokumentat motrës. E qartë. Neve, pastaj fejesën e bëri e motra, Vjollca, se ishim në një lagje në Kaval. Keni qenë në një lagje në Kaval? Në mirë erdhi vetëm për të fejuar në Shqipëri, njohu motrën time, u pëlqye. Pastaj erdhe 2-3 herë të tjera, deri gati 2 vjet në fejesë. I bie para 10 viteve. Kur ka ndodhur fejesa? Para 10-12 viteve. Po. 12 vite, po. Që i bie të ke qenë diku te 30 vjeç motra juaj, po? Po. U fejuan, pastaj bën qelibrimin që të fuste letrat motrës që ta merrte me vete në Kanada. Për 3-4 muaj doli në Laos, nuk di çfarë quhet ajo, nga ambasada në Rom. Po. Pastaj erdhi në Amiri, bën dasma, dhe ikën të dy. Momenti që motra juaj mbërriti në Kanada, kontaktet kanë qenë të rregullta për 1 vit, le të themi. Po. Ishim 10 herë në ditë. Se unë isha pa punë atëherë, isha shtatzane. Po. Edhe isha me leje lindje, isha në shtëpi, kështu që flishim 10-15 herë në ditë në Skype, pastaj në Messenger, gjatë gjithë kohës, gjithmonë. Pra, për 1 vit, e dashur shpresa, ju keni qenë në kontakt të vazhdueshëm me motrën tuaj dhe keni folur shpeshherë me njëra tjetrën. Për gjatë këtij 1 viti, ti arriti të dyshoje, të kuptoje diçka? Odet, nuk e di se ne flishim shumë dhe motra nuk më tregonte gjë, se ishte gjithë ditën në shtëpi, edhe nuk më tregonte. Di vetëm që motra kur fliste, ishte gjithmonë edhe i shoqi aty, se nuk ishte telefon vet. Flishim gjithmonë me telefonin e Namirit. Po. Kur flishim me Skype, flishim se kishte kompjuter, me pastaj flishim me telefonin e Namirit. Gjithmonë, edhe me Skype-in. Jo, gjithmonë kemi pasur me telefonin e Namirit, se motra nuk ishte telefon. Të duket pak e habitshme që në 2015 në Kanada mos kishte një telefon motra? Habina duke që s'kishte telefon. Madje unë pa ta propozuar, pa ta thënë që të vnis motra një telefon me post, ose të dërgojmë lekët që ta blesh telefonin, po i shoqi nuk donte. Kur i tham që të nisim telefonin, thoshte që programet që janë këtu te ne nuk funksionojnë në Kanada, programet e telefonit. Janë programet e tjera. Nuk kishte motra telefon. E qartë, e kuptoj. Pra ju gjithnjë keni folur nga telefoni i bashortit të saj, të Nazmiut. Por vetë Nazmiu, komunikimi që kishe me Kunatin, tek ai dyshove diçka? Jo, kështu si njëri nuk të jep përshtypjen deta që mund të bënte në gjë të keqe, se ato shkoshin shumë mirë me njëri tjetrin. Jo, kur them të bëri përshtypje diçka, të dyshoje diçka, jo se mund të bëte diçka motrës tuaj, por për jetën që bënin. Gjëja që mua më bën që ndihemi edhe keq ne si familje, ishte se ne jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Shumë. Po. Edhe ne nuk e perceptojmë dot që motra nuk flet me ne. Nuk e perceptojmë, nuk e besoni dot. Logjika jon nuk pranon asnjë lloj justifikimi që nuk flet me ne. Por, çfarë ka treguar Meremja për jetën që bënte në Kanada? Përpos që ajo ishte në shtëpi, nuk dilte, nuk punonte. Më tregove pak më parë që kishin hasur probleme me ekonominë për shkak se vetëm një rrogë, vetëm Nazmiu punonte. Po. Plus që ndruan edhe shtëpi në ato kohë. Ndruan shtëpi, ikën nga aty ku jetonin. Por në mirën punë ishte. Po ajo punë punonte në një supermarket. Edhe them se unë jam munduar të më vijem në kontakt edhe me kolegët e tij që punojnë aty, asnjëherë nuk më ka kthyer kurrë përgjigje. Jam munduar shumë herë nga Facebooku, nga rrjetet sociale që t'i shkruaj, po asnjëherë nuk më shpërgjigj asnjëherë. Edhe nga kolegët që punojnë në të njëjtin vend me Namirin. Sepse ajo që mua më bën përshtypje dashur shpresa është telefonata e fundit që motra juaj kreu në 2015 që i tha babait të vet që unë nuk do t'ju marr më në telefon. Do të thotë që diçka ka ndodhur në familjen e tyre në Toronto të Italisë, ku ajo s'ka dashur t'i shqetësoj për treguar realisht të vërtetën, por thjesht fakti që nuk do t'i kontaktoj për një kohë dhe mos u bëni merak, kjo të lë të dyshosh.
Të le të dyshosh edhe. Të le të dyshosh edhe shumë. Sepse edhe vetë Nazmiu nuk ka kontakte me familje në Shqipëri. Nuk e perceptojmë dot Odet. Ti vetë si motor çfarë dyshon? Frika ime që dyshojnë është se mos është smur. Mos është smur edhe nuk donte që ne ta dinim që është smur. Mua vetëm kjo, se ajo ishte motra ime ishte një femër shumë e dhimbsu. Edhe sa ta dinim ne ndoshta që ishte smur, ndoshta nuk na ka thënë gjë që mos të ndjeshim ne keq. Se e dinte që nuk kishim mundësi të veshim të shikoshim, ose ndoshta po ta dinim do t'i thoshim hajde në shtëpi. Ma unë që t'jetë mirë edhe nuk flet me ne, unë nuk e pranoj dot. Nuk e pranoj, nuk më duket e logjikshme. Ai numër telefoni që ti kontaktoje dhe flisje me motrën sot rezulton i fikur? Unë gjithmonë kur i bia Odet ka qenë gjithmonë i lirë. Madje edhe ma hapnin, mu harxhonin kredite telefonit, u hapte telefonet dhe nuk përgjigjeshin po. Ju keni pasur dhe një adres, besoj, të motrës ku ka jetuar në Toronto. Pa. Keni mundur do të verifikonin atë adresë shtëpie, a vazhdojnë të jetojnë ende? Nuk kam shkruar, nuk kam bërë asnjë gjë tjetër. Sepse në momentin që ne kemi deklaruar historinë e Mereme dhe Nazmir Gjonit, burrë grua, që Meremi është motra juaj e dashur shpresa dhe mua vjen keq që prej 9 vitesh ti nuk ke asnjë kontakt me të, shumë emigrantë që jetojnë në Toronto kanë bërë verifikime dhe thonë që ata jetojnë në atë adresë që ju na keni dhënë, pra në atë banesë që kanë jetuar. Vazhdon të jeton çifti Gjoni, por askush nuk ka të drejtë të shkojë të trokaset e dera e shtëpisë, andaj ju e njihni mirë se si janë ligjet. Njoftojnë policinë me njëherë, por çfarë i pengon ata të lidhen me Shqipërinë? Te keni verifikuar që janë akoma aty? Po, emigrantë të cilët na thonë që çifti Gjoni jeton në adresin që ne kemi dhënë në transmetim. Pra ata jetojnë në atë familje, por pse nuk kontaktojnë? Vetëm në gjë është të presim një biletë dhe të shkojmë atje. A ka pasur në dinin tuaj Nazmi Gjoni ndonjë konflikt në Shqipëri? Flas për kunatin. Në dinin tuaj, ka pasur ndonjë konflikt në Shqipëri? Jo, absolutisht ai s'ka pasur fare në Shqipëri. Ai u kthye në Shqipëri vetëm për të marrë motrën. Me vllajën e vet. Jo, flas se ka pasur konflikte me familjen e tij. Odet, ato kishin shtëpinë e mamit, babit Namirit, që duhet ishte shtëpia Namirit. Por që e mbajti i vllai. Po nuk ka asnjë problem se motra ime nuk interesonte fare shtëpia në Shqipëri. Absolutisht. Madje edhe kur vinte Namiri, rrinte te shtëpia jon ose te shtëpia Vjollcës. Kur ishte Vjollca, rrinte te shtëpia Vjollcës. Kur kishte Vjollca që ishte në Itali e motra vet, rrinte te ne, po s'kishte asnjë problem, se motra ime është një angjëll, ajo vetëm probleme apo sherrë nuk donte, absolutisht. Madje edhe kur çoi pajën, ku fejuan që çoi pajën, të donte ta çonte Namiri te shtëpia vet, ma i vllai nuk e hapi derën, i tha jo, është shtëpia ime këtej. Motra ime asnjë problem, e mori pajën, e çoi te shtëpia jon, edhe kur iku në Kanada pastaj e mori me vete, basta, nuk nëse i ka ngel hatri me vllajën e vet për shtëpinë e vet, nuk është kjo absolutisht arsyeja. Që mos flasi Meremia me ju, e qartë, kjo është e logjikshme. Po edhe Namiri, që mos të flasi, për punën e shtëpisë nuk ma merr mendja absolutisht që jo. Se ato jetën e kanë në Kanada, nuk e kishin në Shqipëri që dë rishin në rrugë. Por, unë vazhdoj të këmbgull shpresat e telefonata e fundit që Meremia ka bërë me babain, ty nuk të ka njoftuar, nuk të ka thënë asgjë, ti ke jetuar në Itali, por babai të veti ka thënë që unë nuk do të telefonoj. Unë jam e sigurt që babai ka pyetur pse. Çfarë përgjigje i ka kthyer ajo? Mos e bëj merak, jemi shumë mirë, i ka thënë babit. Por pse nuk do ta telefononte për një kohë të gjatë? Nuk e di. Madje mua edhe këtë, ma kanë thënë babi, ma ka thënë shumë mrapa. Shumë mrapa ma ka thënë që Memi ma ka thënë që nuk mos u bëni merak se jam mirë, por nuk do flasim për ca kohë.
Nuk e di. E mendoni ose dyshoni që ndoshta çifti Gjoni mund të ketë pasur probleme në Toronto të Kanadas dhe për shkak të problemeve që kanë pasur kanë dashur të rriqen pak nga lidhjet që kanë me Shqipërinë? Unë mendoj, e vetme gjë që mendoj është se mos është smur, motra. Ju mendoni se mund të jetë smur dhe vetëm kjo logjika ime, vetëm këtë justifikim pranoj, që ishte smur. Edhe nuk don të fliste me ne që mos na bënte merak ne. Vetëm kaq. Edhe na miri, sado që unë me vite kam jo se kam kur apo urryer, po shkaku ai ishte që motra i kuaj larg. Edhe unë të mirë nuk e bëj dot. Ai mund të jetë një burr shumë i mirë, ma unë të mirë nuk e bëj dot. Të kuptoj qartë. Ai ishte arsye pse motra ime i kuaj larg, edhe ai është arsye pse motra ime nuk flet me ne. Se motra ime ishte një angjëll. Ajo përpara do mendoj për të tjerë, se sa do mendoj për veten e vet. Unë nuk e logjikoj dot. Tani, se çfarë problem është mund të ketë në miri me ligjet në Kanada, apo me, nuk e di, me borxhe, me gjëra, nuk e di, nuk e di. Nuk mund të sejoj gjëra që nuk i di. Ama që motra jo nuk flet me ne, nuk ka justifikim. Apo në mirë që s'flet me motrën e vet, me familjen e vet, nuk ka justifikim. Sepse ata të dy kanë humbur kontaktet me Shqipërinë. Si motra juaj Meremja, që s'ka asnjë kontakti me ju, por edhe burri i saj Namiri nuk ka asnjë kontakti. Ne do jemi pas pak me Vjollcën, me motrën e Namirit, ajo po na pret që të jetë edhe zonja Vjollca për të folur për historinë e vllajt, dhe kjo është e habitshme, sepse çifti është zhdukur dhe ka shkëputur kontaktet me gjithë të afërmit në Shqipëri. Ka pasur asnjë diskutim, le që çfarë diskutimi do kishin? Sa do kishin një vit në Kanada? Po pra, pas një viti, ajo humb kontaktet me ju. Po. Dhe nëse do ishte smur 9 vite pa folur, do t'ju lëndonte më shumë. Nëse ajo është e logjikshme dhe mendon që jam i smur dhe nuk dua ta shqetësoj familjen, nëse ajo s'kontakton, unë besoj që plaga është më e madhe. Ju ka lënduar për së dyti herë. E dashu shpresa, unë uroj dhe shpresoj që ata t'jenë mirë, por që ata e kanë një arsye të fortë pse nuk kontaktojnë, kjo gjë ne e dyshojmë. Kanë një arsye të fortë, ne nuk i dim rrethanat, kushtet, por kanë një arsye që ata nuk kontaktojnë me familjen. Unë uroj dhe shpresoj të zbulohet kjo gjë dhe ata të reagojnë. Ata kanë jetën e tyre, ju vetëm thjesht doni t'i dëgjoni zërin, a janë mirë. Jam e sigurt për këtë gjë. Jo vetëm ti, si familje, por edhe familja e Gjoni. Do të më lejosh të hap një dritare dhe të ftoj dhe zonjën Vjollca? Mirë dashumiqe, dëgjuam shpresa Kuqi, e cila tregoi momentet e fundit që kishte pasur me motrën e saj Mereme në Kanada, telefonatën e fundit ku ai ishte shprehur babait se për një kohë të gjatë nuk do t'i kontaktonte dhe pse ishte shëndoshë mirë, por nuk dihen arsyet pse ajo vendosi të shkëpuste kontaktet me Shqipërinë, me familjen e saj. Unë dua të ftoj në këtë momente në këtë live intim zonjën Vjollca Beka, motrën e Namirit, e cila dhe ajo do na tregojë të tjera detaje, si humbi kontaktet me vllajin, me zotin Amir, por dhe me nusën e vllajin me Meremen. Kështu që ftoj Vjollcën dhe menjëherë përshëndes. E dashur Vjollca, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Jam me shpresën dhe po flasim si për Meremen, flasim dhe për Namirin që fatkeqësisht prej 9 vitesh edhe ju s'keni as informacion për vllajin. E dashur Vjollca, unë dua të pyes. Telefonatën e fundit që ke pasur me vllajin, ai ju ka vënë djeni që nuk do t'ju marrë në telefon për një kohë të gjatë? Jo, ai tha për kohë të shkurtër, nuk do të për kohë të gjatë. Do pritet një telefonata për një kohë të shkurtër. Pse i thash unë, kështu i kam punët, dhe si gjë tjetër. Pra, edhe vllai juve ju ka njoftuar që për një kohë nuk do t'ju marrin në telefon. Po. Sepse kjo, e dashur Vjollca dhe shpresa, të lë përshtypjen që ata vërtet kanë pasur një problem. Një problem që ju është penguar për të folur me Shqipërinë. Deri diku ti e përshtypjen që kanë qenë të izoluar, që s'kan mundur dot të flasin me ju në Shqipëri, që ju kanë paralajmëruar? Jo, s'kam fol fare.
I bija telefonatve, bite zilja, më mbyllshin. Nuk e di. Shpresa dhe Vjollca, kjo ju bë të dyshoni që ata kanë pasur një problem, ndoshta kanë qenë të izoluar dhe nuk kanë dashur të vënë juve në shqetësim? Po. Bëjqim, se di, se e ka vllai im, ku ka morë me remën, për pasët mirë me remën ka qenë i familje të madhe. Po. Edhe vllai im ka rritin fëmijë aty, e çon të kopër shkollë. Edhe nuk e dine me, mëse këtë më posë u largu sa ka morë me remën, që u më tu, edhe në donë, me të familjen. E ka më shpi pallat tjetër. Aty më pësaj një masi muaj u bush putja. Nuk e di pse, mëse kënë morë të pengal. Jeni mundur do t'ju ta gjeni këtë familje ku ka punuar vllai juaj? Ja, nuk kam punë, po telefonatën numër të aty i ka mëra. Për të hapë s'ma hapin. Vetëm i herë fillim që më tha që alo, ku di unë se kuptova. Unë i ta që io sorella në mirë, io fratello. Edhe basta, nuk thash gjuhë tjetër, të zdinja që gjuhë. Por ju vetë Vjollca, çfarë dyshoni se mund të ndodhur me fatin e tyre? Duke u bazuar në telefonata që ti ke pasur me vllain për herë. Unë vetëm te kam probleme se unë zjat shumë, edhe rrezik mos e marrë në to familjet. Për ne deshëm ke ju të japë numrin dhe të flisë me familjet të tyre. Pra, ti ke arritur të zbulosh numrin e asaj familje në Toronto, ku ka punuar vllai juaj. Po. Ndërkohë, ju shpresë e mbajtë të gjohë, e qoshin me makinë që puna, se punon të së mërket vllajin, qoshin, mirëshin edhe me... Ju dyshoni tek familja ku ka punuar vllai, por pse do të dyshoni tek kjo familje? Ndërkohë që Nazmiu krijoi familjen e vet, u martua me motrën e shpresës. Sa u martu, u po përstarjen. Përpara se të martohej vllai juaj e dashur Vjollca, ju ka shprehur ndonjëherë shqetësime që ka patur në Kanada, ndonjë problem që mund të ketë pasur aty ku ka jetuar? Aty ku ka jetuar, që fillim, që ka që fillim ai. Nga Gjermania, iku në Kanada. A i shkuj kisha, ku ju kishë atje, u dhurë me to, e morë të familje. Ato nishin lartë, vllai rritë poshtë, katë poshtë. Edhe ka kalu mirë, po në me mrapa se di. Përse, asa pse mori nusës, s'kan tash, me morë nusë shqiptare. Nusë shqiptare to. Po, nga e dini ju këtë informacion? Mu më tha vllai im se vllai im ka pasur tisë shpesh me telefonata. Dhe çfarë ju ka thënë? I kam letër fal, edhe numrit, edhe letrat, edhe telefonatat. Po, çfarë ju ka thënë vllai në kohën që u martua me Meremen? Në me thot, nuk du të nëse, ky do të largonte nga shtëpia, që ishte ngushtë. Edhe të bëjtë të krijon të familjen veçantë. Në me... E dashur Vjollca, se edhe nuk ka logjike gjithë kjo histori, sepse vllai juaj ka qenë i madh në moshë dhe nuk mund ta detyrojë askush se si mund ta marrë nusën shqiptare apo të huaj. Ai ka jetuar në këtë familje. Unë po të pyes dhe mos më keq kupto. A ka pasur ndonjë lidhje tjetër vllai juaj në Toronto që ka krijuar ndonjë martesë aty? Ja. Sepse një pronar nuk mund të bëhet keq pse punojnë si martohet. Prandaj po të pyes, këto gjëra mund të ndodhin nëse vetë Nazmiu, me që ka vite që ka jetuar aty, mund të ketë pasur ndonjë lidhje të mopashme dhe nuk ka asgjë të keqe se ai ka qenë beqar në atë kohë. Po ndoshta kjo lidhje mund të ketë sjellë probleme në momentin që ai ka marrë nusën nga Shqipëria dhe ka çuar aty. Kështu ka logjik të dyshosh siç dyshoni juve. Ai vllai im ka dash nusë shqiptare nga dora ime, si morë. Po, nga Kavaja, do të vetë. Uj të shumë të sofit pysim të shumë. Punoj dagjit të më prapë goca, e një ifshë shumë mirë që goca ki ishte,
e neshme punëtare ishte. Po, më tregoj dhe shpresa që ju keni qenë, le të themi, lajmësi që i ke bashkuar Namirin me Remen. Por gjatë kohës që Namiri nuk ka qenë i martuar me Remen, çfarë dini ju për jetën e vllajt në Kanada? Çfarë jetë ka bërë ai në Kanada? Se nëse ka pasur një problem, ka qenë një problem që ka ardhur nga Namiri, logjikisht, jo nga Meremja. Meremja një vit kishte që kishte vajtur, ende nuk kishte mësuar gjuhën edhe zakonet e atij vendi. Pra, nëse ka ndodhur diçka dhe ka një problem, e ka pasur vllai juaj, dyshoj unë. Prandaj po të pyes, jetën që ka bërë ai përpara, çfarë të ka treguar ty? Nuk e di më zemra jote, unë do fare me mrapa, se ku ka morë me Remen, ka kalu mirë, fliste telefone e gjona. Po mrapa ku u larguar për atyre, se do të mirë të shpinë vete. Po në me të se di unë se nuk të tregonte. E dashur Vjollca, po të pyes përpara se të martohej. Përpara se të martohej me Meremen, ti ke pasur kontakte të rregullta me vllajin. Çfarë të tregonte ai për jetën e tij në Toronto? Po nuk tregonte shumë sekretet, nuk i ka tregu. Që zbante, po çonte ai ka pas ti ke lamu 3 vjeç që çonte kapësh, po për shkollë mirëte. Me këtë mirë më tha, ku të vi për pune. Asi gjë tjetës më ka tregu. Në momenti që mori me Remen në Kanada, çfarë të tha për familjen që punonte? Ishte shkëputur përfundimisht apo vazhdonte të punonte ende tek ajo familje? Jo, nuk ka gjë. Me mirë të telefon natër si atë po të marr. Telefon se digi punë para se digi punë. S'është gjë. E dashur Vjollca, atë ka shprehur ndonjëherë problemet Namiri që ka pasur në Toronto me familjen ku punonte në momentin që mori me Remen në Kanada? Të ka treguar për familjen ku punonte? Se ju më thatë që ai kishte probleme me familjen, se i thoshte pse ke marrë nusë shqiptare. Nuk e di mirë, po pas donte tik të vllai për atyme, ato nuk e leshin. Se qysh nuk e di, për zotin, unë përnej këtë të fjonë. Ti vetë çfarë dyshon e dashur Vjollca? Unë dyshon për vetë për familjes atyre. Mos me këtë boni gjo. A Vjollca, ato pa të nik nga ajo shtëpia, Vjollca. Una? Ato kishin 6 muaj që pa të nik nga ajo shtëpia, pa të marrë shtëpinë e re. Po, e nga kontakte me atë familje. Mu me Mereme ka nejtë të, gati mu e sa. Po pra, po pastaj morën shtëpinë e re dhe ikën. Po pra morën shtëpi, me mirë kontakte me atë familje. Morën për shtëpi aty ishin, jemi mirë. Mrapa ku morën shtëpi për lot me i pallat, që ka qenë një hyrje me mi plak. Edhe që rishim mirë me të plakën, në jep të gjojnë, në jipshim. Po ne për du të dim pëse më boni shputje mu me telefonatën që dim kaq. Nuk e dim mrapa mu. E dashur shpresa, ju keni që në djeni si familje për këto problemet e vogla, të mëdha, unë nuk di ti përcaktoj që Nazmiu ka pasur me atë familje ku ka punuar? Kur motra shkoi në Kanada, kjo familja e priti, i dhanë dhe se në vendin ku këto jetonin ishin fetar. Ah, fetar. Bëj fjalë për çfarë fe ndiqnin? Atëherë, Namiri ishte musliman, kurse kjo familja nuk e di çfarë fe ishte, se ato kostumet që i dhanë, kostumet quhet se veshje fetare, po mua nuk më dukeshin si veshje fetare islame. E vjo? Ishin kështu, si të qëndisura, si... Si veshin ato, këtërinën janë indianë ato, rrath indianë. Flasim për indianë, kjo familje ka qenë me preardhje nga India, që ishin vendosur në Toronto dhe punonte. Të ardhën në Kanada. Të ardhën në Kanada, e qartë. Nuk janë kanadeze, janë të ardhëm, se po thonë për në kjetë të ardhëm. Janë musliman, nuk e di edhe gratë veta, nuk e lejtë të televizit, dalim, të ju... Asë nuk jam e sigur, por ka një lloj... Kur vajte në Kanada, që ditën e parë që vajte që shkoj në shtëpi, kjo familja i dhuroi motrës këto veshjet. Edhe motra, për të respektuar, tha, mirë, po i vesh. Edhe i veshje,
Edhe ne kur i tham që mirë ke bërë që je vesh, nëse feja ishte ashtu, e ke pranuar fen shumë mirë, se feja nuk ishte gjë keqe. Këto rroba, të lutem, shpresa këto rroba ajo i mbante gjithmonë, nuk i ishte? Gjithmonë. Pra, le të themi ajo veshjen asaj feje që praktikonte kjo familje. Motra falej. Kur vajti në Kanada, falej me Namirin 5 herë. Si falej Namiri, falej dhe motra. Motra vuri shamin. Po. E pyetët motrën që pse ky ndryshim kur ike nga Shqipëria vajti Kanada me njerë vendosë shamin? Se sa motrë që këtu kështu janë të gjitha gratë edhe për mos ndarë. Jo, nuk janë të gjithë, në Kanada nuk janë të gjithë ashtu. Kush është fetar, e mban shamin. Kush janë nga raca ne që kanë në Kanada vishën. Mirë, qytet kanadez, ja. Jo vetëm Kanada, kudo, dhe në Amerikë, dhe në Australi, edhe në Europë, edhe kudo. Patjetër, ai që është besimtar ndjek rritin e fesë së vet dhe vesh rrobat. Po kjo gjë besoj shpresa juve ju ka bërë përshtypjet e Meremja, e cila që ditën e parë që vajti veshi këto rroba. Këto e kanë vesh më të racës vet. Ne. Edhe në momentin që motra vaj shkoju e veshi, edhe faleshin 5 herë në ditët me Namirin me gjitha, pastaj motra thonte që do gjejmë shtëpi veç, do dalim veç, se nuk kemi mirë këtu, nuk ndjehemi mirë, edhe shqyr Zotit gjetën shtëpi, edhe shumë shpejt bilës, gjetën shtëpi edhe vajtën jetuan veç, pastaj dolën veç. Çdo premte shkoshin në xhami. E mendoni që lidhja me pjesën e fesë të këtyre indianëve, edhe pse ata kanë praktikuar xhamin, që kjo s'ka lidhje me indianët, mund të ketë lidhje me humbjen? E keni menduar ndonjëherë këtë gjë? Ja, unë nuk e di fare, vetëm për familjes atyre që janë i tufë, me vlezër, gra, edhe me fëmijëve atyre janë rrit, nuk e di me vetëm për atyre kam dyshimin unë. A kanë më peng? Ose nuk e di se si. Do ta marrin pengë, se janë ato dy kotile bugra. Nga vlezrit, nga ato. E dashu shpresa, por ju motra çfarë ju tha Meremja, momenti që u largua nga kjo shtëpi dhe ndroi mbanesë. Pra shkaku ishte pikërisht kjo familja indiane ku ata jetonin. Po. Nuk dua të gabohem odet, se kanë kaluar dhe shumë vite. Po. Shumë. Namir nuk i pëlqente si edheshin tani që kishte shkur dhe motra, si edheshin, ndoshin të komandonin, ndoshta, nuk e di, nuk i pëlqente. Kështu që mori nusën dhe gjeti shtëpi tjetër, iku. Dhe u largua. Gjeti shtëpi tjetër, punonte, motra vazhdonte prap kursin se për të marrë lejen e qëndrimit duhet të dinte gjuhën. Po. Kështu që ishte me obligim që të bënte gjuhën për anglisht. E dashur shpresa, nëse vllai është shëndoshë mirë, por rrethanat arsyet nuk i dim dhe janë të mistershme, të habitshme. E habitshme është kjo historia e çiftit Gjoni, si Meremes që është 43 vjeç, edhe Namiri që është 56 vjeç, që kanë humbur të dy nga Kavaja, që kanë humbur kontaktet me familjen nga Toronto e Kanadas, që prej 18 prillit të vitit 2015 e kanë kaluar plot 9 vite. E mistershme është gjithë kjo histori. Por nëse ai do të dëgjonte, unë dua t'i përcjellësh një mesazh. Vetëm i telefonat janë shnoshë mirë. Nuk kam që të kam tjetër mo. Vetëm i telefonat s'kude që ti shnoshë mirë për vetën e vetë. Për çdo gjë. Po me rakë ku janë, a janë gjallë, se janë ku janë. E dashu shpresa, dua dhe unë një mesazh t'i drejtohesh Meremes. Odet, unë si të thash edhe shpar, unë dua njëherë që motrat më vjerë në shtëpi. Nuk më intereson as telefonata, as arsyeja. Unë dua që të vinë në shtëpi edhe sa më shpejt. Mirë, Djolca, fshi lotët, e dim. E ke vllan, edhe shpresa e ka motër. Urojmë që t'jenë mirë të dy. Ju përshëndesim nga Tirana, të dyjave. Faleminderit shpresa. Faleminderit Djolca. Gruaja shkoi tek Bazanaku. Bazanaku nuk ka një opinion të mirë i moral.
Tash grua tek vazhanoku e të motra jote do shkosh vetëm me prezencën time. Ti shenke ignorant. Në këtë moment, do shta dhe gabova, u ofendova dhe e qëllova. Jam divorcuar që në momentin kur mu janë vunë pranat, ti që sot nuk i e gruja ime mo. Fritë mi për një shpull me braktisit, por mos harrojnë se unë kur s'kam për t'i falë. Zemra ime si falë. I them veti, orë budallas, me ndove kur për vete. Kjo është pengë më e madhe jetës time. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Belgjik, do lidhemi me një shqiptar, me një 60 vjeçar i cili ka shkuar për të kërkuar azil në këtë shtet, quhet Ramadan Lisha, i cili është braktisur nga gjithë familja e tij, nga bashortja dhe 2 fëmijët, vajza dhe djali, të cilët e denoncuan për dhunë në familje, e futën babajnë e tyre në burg, shitën vilën që kishin në Tiranë dhe u larguan drejt Londrës. Dhe ky baba kur doli nga burgu, ngeli në qiell të hapur. Por kush është historia me më shumë detaje dhe çfarë ka ndodhur në familjen Lisha, do të jetë vetë 60 vjeçari live nga Belgjika për të na i treguar dhe unë hap dritare dhe ftoj më një Ramadanin. Zoti Ramadan, përshëndetje. Përshëndetje, edhe mirë se gjeta. Edhe unë të falenderoj që të kam sot këtu në këtë live dhe më ke shkruar se ke një histori që kërkon ta denoncosh, që zëri juaj të dëgjohet. Çfarë ka ndodhur konkretisht me ju? Unë quhem Ramadan Lisha, jetoj në Belgjik, Po. aktualisht, jam nga Hasi, i datimi is 1960, kam rënë në Tiranë në vitin 94. Si gjithë shqiptarët për një jetë më të mirë. I jesh vendosur nga Hasi, po më tregon dhe ka ardhur në kryeqytet në Tiranë. Po. Jam martu në 94-ën, në 95-ën fali Zoti fëmijën e parë një gocë, dhe 97-ën qumin. Po. Sot jam në aktualisht 29-30 vjeç. E qartë. Edhe i kam arsimuar me shkollë të lartë, me master, u pata bodhe shtëpi dhe gjithë shka për mrekulli. Me merë djalin në telefon nga Anglia dhe me thëtë babi thëtë me shit shtëpinë dhe me mi tregu leket se du me ikë në Kanada dhe pastaj dhe të heqë dhe juve me vete. Po. I them unë e babi, këtë dëshirë nuk më i me ta plotësue, gjithë jetës që kam përkushtue për të bon shtëpi, tokë, u kam shkollue, unë nuk mund jetoj në vendet huja, në vendet që nuk i njoh, nuk e baj këtë gjë s'un të realizoj. Faktikisht që këtu filluan edhe uftohen marrëdhëniet në mes familjes. Me këtë përgjigje. Që në momentin që yt birë të kërkoj që apartamenti që ti kishe blerë në kryeqytet të Tiranë, t'ja shisje dhe me ato para i donte të largohesh në Kanada. E kisha bë vetë shtëpinë, vil 2 kafshë me kamera, me çdo gjë, me tokë, me çdo gjë. Jo se i kishe blerë shtëpi djalit, ja kishe falur, po bëhet fjalë për shtëpinë që kishit jetuar gjithë familja. Po, familja pasuri bashkëshortore, e inja dhe gru. Qartë. 50. E qartë. Ligjit. E kuptova. Dhe i thashu këtë gjasën e baj, shtëpia e jotja, kur të vdesun, e jotja, të ndash shite, ndash bës qatë duesh me ta, se ati e monën dhe jetoj këtu. Edhe të thash, uftopen në marrëdhënie diçka mes në familje, dhe nuk kuptoj gjone, çfarë qëllime shkajnë edhe gjë tjetër. Ramadan, më lejo të bëj dhe pyetje që të zhvillojmë një bisedë të dy së bashku. Në momentin që i the djalit që këtë dëshirë nuk ta plotësoj dhe shtëpinë nuk e shes, çfarë të tha djali? Ati, kur s'ke mendu për ne, gjithë jetën tënde, gjithë pasurinë tënde e ke bën llaç, gur, tulla. Përgjigja e djalit kjo. Po. Edhe u shkputem në telefon, jo, me besh pak shef mbetje, po ai po vazhdoi jetën si normalisht, po këtu në familje sikur u ftaf diçka marrëdhënia mes gruas dhe meje, edhe gocës.
Ti në atë kohë, i dashur Ramadan, kur djali jot ishte në Angli dhe të kërkoi që të shisje shtëpinë, ju vetë ku jetonit në atë kohë? Në Lakshnës. Jetoj në shtëpinë tënde? Po. Me gruan dhe me vajzën? Po. Por sipas djalit, nëse ti do shisje shtëpinë, ti ku do jetoje? Do jetoje me qira, pastaj do na tërhiqte fjala tiaj në Kanada. E qartë, kjo ishte plani i djalit tuaj, që ju nuk ra dakord. Por nënës së vet, ja kishte kërkuar Ramadan këtë gjë siç ua kërkoi dhe juve? Po. Por ju me bashkëshorten çfarë diskutuat? Bashkëshortja ishte dakord? Bashkëshortja ishte me gjithë gocën dakord. Që shtëpia të shitej dhe parat i dërgoheshin djalit. Po. Por çfarë ndodhi më pas në shtëpinë tuaj? Unë nuk isha dakord në mënyrë absolute. I thash, pas vdekjes time, bëj çfarë dush. Unë se marr shtëpinë me vete, ajo e jotja është. Po atë shite bëj çfarë dush. Po s'po e di se çfarë po ndodh mbrapa. Pas disa kosh, si këto shkrim familja, gruaja shkoi tek Baxhanaku. Tek motra vetë. E qartë. Dhe Baxhanaku nuk ka një opinion të mirë, dhe unë i tha kur u kthy gruaja, i thash gruaja, tek Baxhanaku e te motra jote do shkosh vetëm me prezencën time. Por pse ja the këtë gjë? Të thash, Baxhanaku im, edhe ty po ta përmendë me emër se ti Gjebezia në gjithë has Kukës e gjithë kush e njeh ka një opinion shumë të keq, imoral. E qartë, por ndoshta i nxituar paksa që e ke ndaluar të shkojë tek motra, se ajo nuk e ndalova, thash ti do shkosh, po ti je edhe unë me ty. Por pse këtë gjë ja kërkove pas shumë viteve? Martesë që i vendose këtë kushtin, më përpara ajo shkonte tek motra, ti e ndaloje? Jo, unë e tash, jam martue në 94 dhe deri në vitin 2000, unë e kam qenë në Tiranë, ata kanë qenë në Has dhe kontaktet me ta ishin 0. Në 2000 erdhen ata, në 2020 erdhen ata në Tiranë. U afruan afër jush, e qartë. U afruan edhe filluan marrëdhëniet. Unë këtë i thash, ti e di, e njem burrin e motrës sate, çfarë opinioni ka, si flasin njerëzit për ta, prandaj, kur shkosh nuk të mos shkosh te motra, o të shkosh po ti jemi bashkë. Shkojmë bashkë, sa e dush ti shkojmë bashkë. Por si reagoi bashkëshortja juaj kur ju ja kërkuat këtë gjë? Ti qenke ignorant. Në këtë moment, do shta dhe gabova, u ofendova dhe e qellova. E ke goditur? E godita. I është një shpull të vetme. Kjo është gabim nga ana juaj? Gabim, patal, u bëma ajo, u krye. Me denoncuan edhe me arrestuan edhe me dënuan 2 vjet heqje lirie. Ju keni bërë 2 vite burg në Shqipëri? Kuptohet, qenë atë një treta ku di unë bona 10 muj e 4 dita, diska e tillë. E qartë, e kuptoj. Pas 10 muajve dolën nga burgu... E mbarova dënimin, me plot. E mbarova dënimin, po. Edhe u ktheva në shtëpi. Kur shkoj në shtëpi, nuk gjej as kam familjes, edhe ndel personi që kishte shtëpi. Thot, unë po të njoh ty, thot ti e Ramadani, thëm po pa tjetër. Kjo thëm, po ti këtu. Hada, dhe ta pimi kafe edhe flasim. U futa në borë, thiri njësën, a motën se di kush ke ajo, na sollën kafe, edhe me shpjegoj historinë të tonë, e kam ble këtë shtëpi, kështu, kam pa televizor reklamen, që e kanë banë, edhe jam ardhur nga Gjermania, edhe e kam ble këtë shtëpi se më pëlqej, shtëpi
mjaft moderne, dhe çmimi ishte i lëvërditshëm edhe e ka marrë nga Gjermania e kam ble. Por si e kishte bler shtëpinë pa firmën tënde, kur ti në atë kohë ke qenë në burg? Tashi, ky për atë punë dola laj me ty. E themon, po si morë këtë shpitët, unë e morë, nuk kam bletët nuk e kam bletët shunit tatë, shpia ishte kom dhuruar, një hasjani tjetër, bon dhurat. Shpia, pasaj aje ka shit, përfundimisht, ta e kanë morë paret, gruja me vazën, po, a bon, për me humë gjurë, ma kujti unë si është bon e punë, njëre kanë bon dhurate, si e kanë bon punë atyre, por shpia nuk mund tjetërsohet, nuk mund dhurohet, dhe nuk mund falet pa qenë dakordësia dhe firma ime. Pa tjetër, prandaj po më habit, unë nuk e di se si mundet ky person ka arritur të blej shtëpinë tënde me dokumenta të rregullta, kur ti ke qenë pronar i asaj shtëpie, ke qenë me familjen tënde dhe pa tjetër që në momentin që kjo shtëpi do dhurohej, do falej, do bohesh edhe në pranin tënde, por dhe nëse do shitej, do ishe edhe ti që do firmosje. Pikërisht, këtu nuk ka firmë time, as më ka pyet kush deri në këtë minutë. Se si kanë bërë të punë, e nuk e di unë kadastra rrethit, i din kadastra Ertan Lamës e kompani, edhe shtëpia ashit. I dashur Ramadan, ndalemi pak këtu se që nga e rënd, besoj u trishtove kur shkove në shtëpinë tënde, sa dole nga burgu, trokite dhe aty të doli një i panjohur dhe të tha, unë e kam blerë shtëpia ime. Po. Më pas... Dokumentat i këtë pas rregullta? Më pas ku shkove? Po, me njerë e në polici. Ke shkuar të denoncosh kë? Denoncova këtë kadasën e rrethit edhe familjen. Bashkëshorten dhe vajzën dhe djalin? Po, edhe kadasën e rrethit, kadasën e Komzës. Për falsifikim të dokumentave. Falsifikuhet dokumentat, sepse pa, se thash, një pasuri nuk mund tjetërsohej pa firmën time. E qartë, e kuptoj. Ramadan, gjatë kohës që ti ke qenë në burg, gruaja ndoshta nuk të ka ardhur të ka vizituar, por me fëmijët ke pasur kontakte në ato 10 muaj që ke qenë izoluar? Jo, çuni ka qenë në Angli. Por ndoshta nga telefoni ti mund të flisje. Jo, nuk kam pas asnjë kontakt as me vajzën, as me gruan, as me çunin. Përkundrazi, unë jam detyruar sepse kur më arrestoi policia kam qenë po të zhysi zhveshur, se në shtëpi më arrestuan. Po. Edhe nuk kam pas as rroba dhe jam detyruar kam thirrë vllajin, e më ka bler rroba dhe më ka sjell tek burgu. Atëre, Ramadan, në momentin që ti shkove dhe bëre denoncim në polici, besoj kërkove të flisje me gruan, me vajzën, me djalin për të kuptuar çfarë kishte ndodhur. Arrite të lidheshe? Në asnjë mënyrë nuk kisha as pik kontakti me ta, as numër telefoni s'kisha unë, ata ishin në Angli. A, nusja juaj me vajzën kishin shkuar tek djali në Angli? Po, kishin shit shtëpinë edhe ik. Që do të thotë kishin braktisur. Po. I dashur Ramadan, unë dua të të pyes, por është drejta juaj nëse ju doni të flisni apo jo, se kjo marrëdhënia më duket pak e çuditshme që për një konflikt fare të vogël ndodhi gjithë ky episod, por marrëdhënia me nusën tënde kështu ka qenë për herë ky raport? Jo, absolutisht. Raportet e mia me familjen time kanë qenë tepër të shkëlqyera, deri në momentin që erdhen motra saj me burrin e saj në Tiranë. Pra, konfliktet në familjen tuaj erdhën për shkak të motrës, edhe baxhanaku tuaj dhe për shkak të asaj shpulle që ti gabove atë ditë dhe i gjuajte dhe të kushtoj shtrenjt. 10 muaj u izolove. E kisha ndërtuar një jetë të shkëlqyer. Shtëpinë time
vilë që se ka pas kush në Tiranë. Me tëna kushtet e plotësume, me kamera, me rrethim, me portë automatike, me çdo gjë, me dokumenta të rregullta, me tokë blerë të krenari, nuk kam pas asnjë mungesë gjoje në shtëpi time. Dhe vajzën e kam pas me arsim të lartë, me master, çuni ka pas marrë shkollën e mesme për kuzhinë, edhe e kam pas për specializim edhe për me mësuar zanatin në Tiranë tek kuzhina. Pak rëndësi ka, e qartë. E qartë, ka punuar. Ja harrova emrin. Pak rëndësi ka. Dhe si përfundim, unë kam qenë rahat dhe me tana kushte. Djali i ku në Angli, vajza punon te banka kombëtare tregtare tek bloku, dega blokut. Kurse gruaja punon tek aluizmi. Unë të kuptoj qartë Ramadan, por mirë gruaja e cila ju sot jeni divorcuar me nënën e fëmijëve apo? Jam divorcuar që në momentin kur mu janë vënë prangat, unë në takimin e parë që kam pat me gruën, ku bën takimi tek Ballafaqima, shka i thonë aty ku dëgjon. Që më kanë ardhur, gruaja i kam thonë ti që sot nuk je gruaja ime më. Kërko divorcin. Por ajo si reagoi? Ajo u pre në fytyrë, edhe gjyqtarja më tha se ja bën këtë kërkesë gruas. I thash, kuptohet se ja bëj këtë kërkesë. Unë jam ky person që tisha i dhunshëm, nuk kisha bën gjithë këto sakrifica për këtë familje. Por ja ku mësohen. Në përvjetorin e 60, më prunë pranga, prandaj kjo s'është gruaja ime më. Kjo ngjarje Ramadan kur ka ndodhur? Çfarë viti ke rënë në burg? 2020. Në 2020, ke qenë 60 vjeç? Urdhë? Keni qenë 60 vjeç? Po. Në 60 vjetorin tënd më the, ti ka qenë një vit i vështirë 2020. U dënove, bëre burg dhe mbi të gjitha familja tu shkatërrua dhe i kërkove bashortes tënde në seancën e pajtimit, quhet, në seancën e parë të pajtimit përballë gjyqtares që kërkove divorcin. Dhe kështu gjatë kohës që ju keni qenë në burg, ti je divorcuar. Po. Por mirë bashkëshortja që është normale, u divorcua dhe do ikte. Por fëmijët, pse të kanë braktisur kështu? Askush nuk u kujtua që ka një baba në burg. Po ata bashkëpunim me njëri tjetrin, ata për përfitime kanë bën për adeta janë disa qëllime këtu. E para, gjithë kjo punë është bën që këta të përfit me anë të denoncimit, dënimit tim, dhunë në familje të kërkojnë të marrin të drejtën e azilit në një shtet në Angli. E kanë përdorur si shkak vetëm që të përfitojnë azil. Të përfitojnë dokumentat angleze. E qartë. Po. Edhe shitja e shtëpisë pa pyet fare se jam unë, është bërë për qëllime ekonomike, me siguri veten e vet. Mendoni që dy fëmijët e tu, që janë dy më të shtrenjtit e tu, sido që t'je djali dhe vajza janë më të shtrenjtit për ty, përpos gjithçka e çfarë ka ndodhur, mendon se të kanë shfrytëzuar si baba? Ata, kur shiten shtëpinë, shiten e më lanë mua në burg, edhe dola në mes katër rrugëve, pas familje, pas i gjoj braktisë, sikur atë ditë që më ka falë Zoti, atëherë ata e kanë kuptuar mirë se çka kanë bën, edhe që atëherë ata e kam marrë djalën, pa marrë telefon, e kam telefonuar, e kam thonë, pse e bën këtë punë? Jo po ti ke dhunu mamin, jo po këte andajtash, po ty si... Ata a kam dhunu mamin nëjherë që ma nëmë ti, në sy ta ma përgjohën. Jo po mami a mamë. Bile edhe përkuna se po kalem tem tjetër në gjykat, vajza u shpre, se ba e pyti gjystarja, ashtë pinë përdoj lëmë
pi alkolike, apo lëmë tjera. Jo, babi im, tha, s'ka pi, e nuk pin, as nuk përdor, as një lloj substance. Edhe ta shqipoj e kuptën ti. Kur nuk pin, nuk përdor as një lloj substance, përveç duhanit dhe kafes, as një lloj pije tjetër jo. I dashur Ramadan, më tregove që pasi dole nga burgu dhe pasi ishe divorcuar me bashorten tënde, ke bërë një telefonat me djalin dhe dua të ma tregosh. Ju arritët të gjenit një numër telefoni dhe u lidhët me djalin në Angli. Po. Unë kërkova numrin e telefonit edhe e gjeta tek vjerri. Po? Tek ish vjerri juaj. Te ish vjerri, sepse unë kontaktet edhe pas burgut me ta i kam pas mirë, sepse ata e shuin fajtor mesën, nipin edhe vajzën e tyre. Po. Shpërëmisht me ka thonë vllai grus që ditën që e kanë kryer këtë veprim, ata nuk janë ma një patemi as motra ime. Ma u ku e qofshin sa ta kenë shpirtin gjallë në derë time s'kanë punë. Që do thot ish gruaja juaj në një farë mënyrë është ndarë dhe me familjen e saj. Siç më ka thonë vllai, unë jam në Belgjik, nuk e di. Po, siç më ka thonë vllai. Ju shkua tek ish vjerri për të kërkuar kontaktet e fëmijëve. Po. Dhe më priti dhe më treguan kështu dhe më thanë këtë fjalë që ti thashën ty. Me dhanë kontakt, numrin e kontaktit, edhe i kam ra telefonit. Sa i kam ra, më shpëhap telefoni dhe më ka thonë kush jeti. I kam thonë hemër birë, shpet ma pas ke harru zonin. Dhe, që kemi, si e? Ashtë që di dhe ti. Sa po kam dalë nga burgu, shpi jo, tha po e diti qëfar familje ke pas, ta e hume. Mo e di qëfar familje kam pas, edhe unë e kam ndërtu këtë familje, se s'ma pa të ndërtu ti. Unë u rrita ju, u edukova, u shkollova, po si ma bënd këtë pabesi. Tha, atë ja ke bo veti, ti tha dhe mos e kërkoh, me ne ke marru punë. Ashtu ko. Edhe mos i vje ma telefonit, tha dhe e shkut e mbylli dhe i kumë punë vetë. Dhe nga i... Edhe sot në pati kontaktin, sepse me sa di unë e kam morë vesh, a i merret me punë jetë mira dhe e nërshon numrin e telefonit jetë 2-3 ditë. Kështu që nuk ka askush njeri të hapën kontakt numrin me ta. Pra, ajo ishte telefonata e parë dhe fundit që realizove me djalin tënd pasi dole nga burgu. Po. Ndërsa me vajzën, ke mundur do të flasësh? Absolut. S'kam kontakt numri. Pare. S'ke mundur do të flasësh me vajzën. Ka kaluar 4 vite dhe nuk e asnjë informacion për vajzën. Absolutisht. Bile kam marrë një telefontimin në Angli edhe kam thonë interesohu për vajzën, nuk kam as numër kontakti as gjë. Të paktën me informo, është martua, është ku ndodhet, ta punon, as punon, sepse ai ishte fëmia i parë imi dhe dashuria e parë imja. Kështu që unë merra kur e kisha më shumë tek vajza dhe jam shumë i dëshpëruar të marrë vesh dhana se ku është, që ndodhet, është martu, ka kriju familje, punon, s'punon, me shnetin si është, po këto gjana me mullin. Dhe sigurisht ka marrë malli për ata dy. Pa, tjetër. Ramadan e kuptoj, çfarëdo që ka ndodhur në familjen tënde, çfarëdo që mund kenë bërë fëmijët, një prind e përjeton dhimbjen, largimin e tyre dhe që nuk është afër me fëmijët e tij. Dhe sigurisht e kuptoj dhe gjendjen tënde shpirtërore në të cilën ndodhesh. Por ta uroj me zemër Ramadan që ditën e sotme në këtë live që je me mua, ata të informohen, të ndërgjegjësohen, çfarëdo që mund të ketë ndodhur mes teje dhe nënës së tyre, ata duhet të dinë
të duan njësoj, si nënën dhe babai. I dashur Ramadan, nuk dua që të lotosh, se shikoj që u preke. Ramadan, si vazhdoj më pas jeta juaj? Pra ti shkëpute të gjitha kontaktet me djalin, me vajzën, me ish gruan, 2 fëmijët në një farë mënyrë të mohuan, të thanë që nuk duam të kemi kontakte, ti ishe pa shtëpi, pa asgjë, ku jetove në Tiranë? Si vazhdoj më pas jeta juaj? Me thëmë të drejten, unë kontaktova mas pari një avokat. Po? Dhe për shkuar, si dole nga burgu, shkova të shtëpia e vllajt, kam vllajt në Tiranë. Po. Shkova të familja ti, kontaktova një avokat, edhe fillova me njëherë punë. Të punoja, sepse kisha nevojë për para. Edhe vazhdova punën, kontaktin, avokati më sugjeri që të bëja një denuncim në prokurori, edhe të bëja një kërkesë pranë gjykatës administrative për mos njojën e akteve që kanë kryer, jo akti dhurimit e akti shitja e shtëpisë se këto. Pasurin, e qartë. Për banesën. Po. Bona kërkesën në gjykata e patë arsyeshme e pranoi. E pushoi çështjen bashkë me gjykatën sepse munges pale treta, se nuk kishin adresat se ku është gruaja gjoja, se ku është djali, ku është. Pra, nga gjykata ka kërkuar adresën e gruas dhe 2 fëmijëve të tu që t'i thërrisnin në gjykatë, sepse ata e kishin shitur shtëpinë, e kishin dhuruar, çfarë kishin bërë. I kishin adresat e plota sepse u pata të heq dosjen tek prokurori, se pata zonë ka me prokurorin për zbavitje të çështjes, dhe tash edhe e denoncova, dhe ishin dhënat që kishte komunikuar vetë prokurori edhe me gruan, edhe me djalin, edhe me vajzën. Me që të 3 kishte komunikuar direkt në telefon me ta, dhe ishin adresat se ku jetojnë tonën në dosje. Prandaj gjykata vetëm bonte se hirë, sepse adresat i kishte gjitha të shkruara të sakta. Dhe çështja u pushua dhe ti kështu nuk fitove të drejtën tënde. Çështja u pushua dhe nuk fitova të drejtën time. Ramadan, e kuptoj qartë që i e drejtuar të gjithë institucioneve për të fituar të drejtën tënde. Por, a e mësove ti historinë se si ishte shitur shtëpia jote? Domethënë çfarë kishte falsifikuar gruaja juaj në atë kohë? Ish gruaja për të shitur vilën tuaj. U tregova pra unë komplet historinë edhe pikërisht denoncimin unë mas pari e kam ngrit tek kadastra. Pra, jo, që ta kuptojmë qartë, Ramadan, që ta kuptojmë qartë, gruaja juaj shtëpinë e kishte dhuruar, e kishte falur, dhe më pas personi dytë që ju fal kjo banesë e kishte shitur. Pikërisht po, kishte bën këtë dredhi, se kush i ka mësuar s'di gjë, po edhe çfarë arsye ka pas ai, po e kishte bën këtë punë. Jo dhurimi, jo domethënë shtëpia ishte fal, dhurue, pastaj ishte shit. Por shtëpia në certifikat në emër të kujt ishte? Tani? Jo, momenti që është shitur. Në atë kohë ishte në shtëpia në emrin tim. E qartë. Dhe ju keni qenë në burg dhe gjithçka thoni ju është manipuluar, është falsifikuar nga ish bashortja juaj për ta shitur atë shtëpi ku ato para i ka marrë ajo dhe nuk të ka dhënë qoftë dhe pjesën tënde, ajo që ty të takon. Absolutisht asnjë qindark dhe ashit në kundërshtim me ligjet sepse nuk ka pas as firmen as dakordsinë time. E habitshme, më duket dhe mua, e gjithë kjo histori që po tregon, por thjesht fakti që nuk kemi një dosje për të parë dokumenta dhe për ta kuptuar çfarë ka ndodhur. Por është absurde nëse ka ndodhur kështu, që ti në burg dhe banesa jote është shitur. Edhe në dosje i ke që të gjitha, ti shifi, merr të rish dosjen, shikoj, verifikoj, ka emër, më ka pyet kush a gjab, gjithçka është bën e korrupsion. Janë dhënë para
Dhe janë bon letrat si që ndodhër në Shqipëri. I dashur Ramadan. Vetëm drejtësi në Shqipëri nuk ka. Besoj që i trishtuar, pa familje, pa shtëpi, fillove punë në Tiranë, kush ta hapi derën, kush të strehoj? Në ditët e para që dole nga burgu. Vazhdova punë, po tash ke parasysh, a ishte me shtëpi shumë ushtë. Kallabllek po, ishte 2 vajza, çunin, vet, gruaja dhe banesa ishte 1+1 nuk mjaftonte. Edhe kështu që e ndjeva vetëm, nuk më largoj vllai, por e ndjeva veten të tepërt aty edhe me lekët e mia, me rrogën time e ke parasysh unë 310.000 lek vjetra merja se 31.000 lek, roje, nuk arrija me vetëm qiraja e shtëpisë bënte 350.000 lek prap. Kështu që s'arrija do të me marrë shtëpi me qira unë, as i laç, as me hangër, as me pi. Edhe u detyrova edhe mora rrugën e mërgërimit, e jam sot në Belgjikë. Ju aty në Belgjikë keni kërkuar azil, jeni sistemuar? Kam kërkuar azil, sepse unë kam marrë pa kurrë lek, pa asgjë, pa vetëm rrobat e trupit. Edhe direkt në qendër azil, jam në qendër të azilit, duke prit azilin, po edhe këtu, si shohim se kjo qeveria jonë e nderuame, dhe që na ka praktikisht në çdo lloj drejtimi, po edhe ka Shqipëria quhet vend i sigurt, edhe na ka garantuar që mos na marrin as shtetet të tjera po. E kuptoj qartë. Je zhvendosur nga Shqipëria dhe ke shkuar në azil për shkak se e kishe të pamundur të jetoje i vetëm në Shqipëri, por unë dua të pyes, gjatë kohës që ti ishe te vllai dhe ai të strehoja atë ditë pas burgu, vllai juaj nuk ishte mundur dot të kuptonte që ish kunata me niprin, besën, po shisnin shtëpinë, po largoheshin? Vllai juaj ka qenë në dieni? Po djalit të thash ka qenë në Angli, ajo gruaja me vajzën e kanë shih shtëpinë. Jo, flas për vllain tuaj. A ka qenë në dieni vllai juaj gjatë kohës që ju ishit në burg, që nusja juaj po përgatiste gjithçka për të shitur vilën dhe të largohej? Po. Ka qenë dieni, por nuk ka mund të shkoj të takohet me ta sepse ta unë kam frikë. Vëlla, se ajo po më akuzon edhe në gjë mua, nuk muj nuk mund i përballojmë të dy në burg. Nuk mund të marrë asnjë lloj kontakt me ta. I dashur Ramadan, por dy fëmijët e tu kanë kontakte me kushurinë e tyre në Shqipëri? Jo, asnjë kontakt nuk kanë. Pra, ata jo vetëm që të kanë refuzuar ty si baba që të flasin, por as me xhaxhain e tyre, me askën në Shqipëri nuk flasin. Për kundazi, unë e kam kushurit mi edhe në Angli, e ka rrit desha, i ka shajt me nanë. Qunin e vllajt tim, i ka shajt me nanë. Se i ka thonë, qa bone shumë me babajnë, pa e ke bërë, i këmërë ta bërë shakshu kënë nëndat, se do t'i ma shumë se unë. Dhe manë, asil njërën ma rrugashore, e ma nuk e di, nuk e kuptoj. Ma bje shumë keq që ka ndodhur gjithë kjo histori në jetën tuaj, zoti Ramadan, dhe sot i vetëm aty në Belgjik, dhe ke hyrë në këtë live sepse kërkon t'ju përcjellësh një mesazh dy fëmijëve të tu, vajzës, djalit, të cilëve ti di që ata janë në Angli. Në çfarë vendi në Angli? Ke informacion? Në Londër. Në Londër. Që jetojnë në Londër, por që fatkeqësisht nuk i ke dëgjuar zërin dhe nuk di asgjë për ata. Unë në radhë parë, për bajtirje, dy fëmijëve të dinë se si i kam rritë, ta mendojnë si i kam rritë, si i kam shkolluar. E gjitha të investim të jetës time, unë vetëm për ata kam bon, edhe e dinë se qa kam vujtun. Këtë mos të harrojnë. Dytin mesazh e kam për drejtësi në Shqipëri. Si ka mundësi
që të jipet prona, nga një përtjetërsohet prona në këtë mënyrë, pa firmë, pa asë një gjë, pa pyetje, pa asë një lloj marrëveshje, të tjetërsohet prona. Çfarë drejtësie është kjo kur prokurori kërkon 150.000 euro se unë ta kthej shtëpinë? E ke menduar që nuk mund të fitosh azil dhe ndoshta institucionet në Belgjik të deportojnë dhe të sjellin në Shqipëri? Çfarë ke menduar për veten tënde? Odeta, çka kam menduar? Jam shumë edhe më i dëshpëruar tek drejtësia se si u soll me mua dhe si nuk më zgjidhen asnjë lloj të drejte, nuk më dhan. Si është një ditë e jotja aty në azil? Dita ime në azil, i vetëm gjuhën nuk e di, Odeta, as nuk mund po e mësoj. Komunikim zero me njerëzit. Tu punojësit që janë tu kuadrat, me respektojnë, më duan, më afrojnë, interesohen për mua, por unë ndjej veten vetëm shumë, nuk e di, nuk e përballoj, sepse unë nuk di të komunikoj, nuk di s'kam me ka të flas, e jam shumë i dëshpëruar. Ramadan, nëse e kthejnë kokën pas, çfarë gjëje të ka ngelur peng sot? Vetë një gjë. Ngarkoj veten me faj se nuk mendova një herë për vete. Kur në jetën time, po gjithë djersën, gjithë punën, gjithë shka i qova dhe kontribuova tek e familje, ku sot në praktisi, po ishte kanë shumë më zgjuar e më e mirë që nga gjithë pitimet e mia, një ta dërzoja në shtëpi, e treti fshehja, ti pusja një nonë. E nuk do isha sot në këto kushte. Por besa të ishin rrit ata, si që janë rrit të tjerët, pa shkollë, të zhveshur, të zbathur, duke punuar në llaq, ose duke mbledh kallaqe, unë do isha me tasët, e do isha shumë i lumtur se do më dojnë më shumë. Po ata janë rrit pa punuar kur, janë shkollue, me shkollat ku i kanë dash vetë, me mastra, me punë të mirë, të siguru me punë, tashmë, atë për këtë janë blok ka qenë vajza. Kështu që kjo ngelet për mua. Si i them veti, orë but Allah, s'mendove kur për vete. Kjo është pengi më i madh i jetës time. Edhe i bëjt pirje gjithë njerëzve, që askujt në botë mos i besoni, po mendoni mas pari për veten dhe trupin tuaj. Dëshiron ish gruas t'i japësh një mesazh? Gruas time e kam dhënë mesazhin atë ditë në seancë pajtimit, edhe ky është mesazhi im. I parë dhe i fundit me ta. Fëmijëve thash, mos harrojnë se gjithë këtë të mira prej me i kanë. Edhe ta dinë edhe këta, se njerëzit jeni shpullë nënës, po njerëzit ua kanë vrarë nanën edhe fëmijët se kanë braktisë babën. Jo të ra një shpullë të vetme, po ja kanë vrarë nanën edhe prap fëmijët nuk e kanë braktisë. Fëmijët e mi për një shpullë me braktisën. Braktisja, unë e di, nuk ka qenë për shpullë. Braktisja ka qenë për përfitime ekonomike e azil kërkuese. Por mos harrojnë se unë kur s'kam për t'i falë. Zemra ime si falë. I dashur Ramadan, unë të uroj jetë dhe shëndet. Të uroj me zemër që dokumentat në azilin aty ku jeni vendosur në Belgjik të kryen sa më shpejt, të rehatohesh dhe të shijosh jetën tënde aty. Uroj dhe shpresoj që drejtësia e mohuar një ditë të vite këty dhe
e dëshiroj që fëmijët e tu ta ndjekin këtë live me Odetën, të reagojnë, të ndërgjegjësohen me të gjitha mesazhet që ti përsolle ditën e sotme. Unë uroj që ata ti dëgjojnë të gjitha mesazhet e tua. Unë të falenderoj që ti hyre në këtë live, ndajve historinë e jetës tënde, këtu me mua një histori e trisht, e dhimbshme dhe mbi të gjitha një baba që ka ngelur kështu i vetëm. Por Zoti të dhon forcë për t'ja dalë dhe do t'ja dalësh. Odeta, shumë Mos e humb kur besimin tek vetvetja. Po, që më dhatë, Zoti, unë të kam ndjek 100 fillimet e tuja me njërës të humbur që ke qenë, po, edhe nga kuksja e vajza që humi, zapot. Blona Matën, me rastin e Blona Matës, po. Blona Matën, që me Blona Matën, unë nuk kam met emision për pa qenë pranë teje. Falenderoj, sinqerisht. E adhurueshme, mjaft e mirë, e dhuruaj suksesin punën tuaj dhe shumë faleminderit për kohën që mbati. Të falenderoj, sinqerisht, të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Mirë dashurimish, kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Urojmë dhe shpresojmë që të bëhet më e mira për këtë 60 vjeçar, sidomos të rilidhi sërish kontaktet me djalin dhe vajzën e tij, pasi edhe pse në fund tha që unë nuk i fal, zemra ime nuk i fal, por brenda vetes një baba i dëshpëruar që sa herë që i kujtonte derte lot për dy fëmijët e tij. U bëft më e mira. Nëse dhe ju të dashurimish keni një histori për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më shkruani dhe në rrjetet sociale, në Instagram, në Facebook, në TikTok me të njëjtin emër Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, ku çdo paradite tashmë unë live me histori shqiptare, histori reale, histori të dhimbshme. Faleminderit që më ndiqni.